Sonte jemi në Gjakov, në këtë qytet të kulturës, por edhe të ushtrisë tonë. Këtu do ta kemi bazën e ushtrisë, pra edhe hangarët e fluturakëve të FSK-s. Me Gjakovën, Republika është e sigurt, në Gjakov, Republikën e sigurojnë. Në Gjakov, në Jahoc, do të ndërtojmë edhe fabrikën e municioneve të parën në Republikën tonë tjere të pavarur. Pra, eskalimi ka ndodhur për strukturave kriminale, ato e kanë sulmu KFOR-in, gazetarët e Kosovës, policinë tonë. Ne e kemi deeskaluar situatën duke i shpartalluar grupet kriminale dhe strukturat paralele. Tash ne i kishim masat ndërshkuese, po masat u hoqën, edhe siç thot populli ynë, ja ka vlet fort barra qiron. Letë mos harrojmë që masat më të mëdha Kosovës janë vënë nga opozita kosovare në seancën e fundit të kuvendit, ku nuk morën pjesë për me votu planin e rritjes Bashkimit Evropian 880 milion euro, edhe 120 milion të tjera euro nga banka botërore, se sa këto masat e Bashkimit Evropian. Na kemi masat brendshme kundër shtetit, fatkeqësisht prej një opozite destruktive që janë shumë më të rënda se çfarëdo masash të jashtme për të cilat është trumbetuar e të cilat më në fund u hoqën sepse ishin gjithnjë të padrejta.